Jemi shumë. Dhe ky konstatim dhe kjo fjalë është rezultat i një të vërtete që ballafaqojmë me të vazhdimisht nëpërmes mjeteve të informimit. Ajo që ishte e fundit ose prej të fundive ishte informata që doli nga Vatikani për numrin e madh të muslimanëve dhe të konvertimit të madh të njerëzve në Islam. Normalisht se kjo që ndodh është rezultat i davetit dhe punës që e bëjnë muslimanët, para se gjithash është rezultat i vërtetësisë së fesë islame. Dhe se faktet, argumentet e fesë islame janë bindëse dhe janë konform natyrës së njeriut. Dhe kështu që çdo njeri i mençur intelektual, i cili kërkon qetësi shpirtërore dhe lumturi në jetën e kësaj bote, detyrimisht duhet të vjen deri te pranimi i Islamit si fe dhe të jeton sipas kësaj feje. Dhe do të vazhdon ky trend i shtimit të numrit të muslimanëve dhe hyrjes së njerëzve në fe, sikur që ka treguar Allahu Dhul Jalal në Kur'an, duke përgëzuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për kohën e tij, idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kur të vjen ndihma e Allahut dhe fitoria dhe shërimi, e të shohësh njerëzit duke hyrë në fe turme, grupe, atëherë ti falëndro dhe lavdëro Zotin tënd dhe kërko falje për tij, se është ai që e pranon pendimin e njerëzve. Pra zhvillimi i jetës fetare në lidhje me Islamin ka qenë kështu sikur se përshkruajnë ulemat. Në fillim Islami ka qenë japanxhi, ka pas pak musliman. Pastaj është bërë daveti dhe është rrit numri i tyre. Dhe ka shtu duke u shtu. Pastaj është dobësu feja në vende të ndryshme, në vende të caktuara ndoshta është forcu, dhe pastaj tani në këtë kohë, në këtë shekull ka filluar përsëri të rikthehet interesimi për fenë islame dhe njerëzit muslimanët i kthehen fesë, po edhe jo muslimanët. Dhe kjo është evidente, gjithë na e shohim atë vazhdimisht, dhe vetë fakti që është bërë temë ditore Islami dhe rregullat islame në të gjitha mediat botnore, në të gjitha agjendat dhe strategjitë botnore, tregon për forcën e madhe që ka feja islame. Parashtrohet pyetja dhe dilema. A flasim na për kuantitet, për sasi dhe numër vetëm, dhe nuk na intereson kualiteti? Jo. Në këtë temë kemi dy anë që i kanë keq kuptuar këto fenomene. Një anë që u mjaftohen vetëm me statistika dhe numra dhe thënë që më rëndësia është kemi na si numër shumë pa marrë parasysh se jemi besimtar. Ana tjetër thotë, më rëndësia është kualiteti, neve nuk na intereson kuantiteti, sasia. Ne i themi se të dyjat janë me rëndësi. Edhe sasia, kuantiteti, po edhe cilësia, kualiteti. Se fundja ka herë çaj kuantitet që është zero, nëse ka një lider të mirë që është nish, sa ma shumë zero ka, aq ma shumë vlerë ka. Një nish me 1 zero është 10, me 2 zero është 100, me 3 zero është 1000, me 4 zero është 10.000, me 5 zero është 100.000 e kështu me radhë. Pra edhe ai kvantitet që ndoshta për momentin nuk ka ndonjë vlerë të madhe, në momentet e caktuara mundet me qenë vendimtare për realizimin e disa kërkesave dhe disa interesave dhe disa të drejtave të muslimanëve si xhamat. Dhe për këtë shkak, ana tjetër duhet ta dinë se nuk duhet mjaftohet me statistika vetëm, pa e dhënë kontributin dhe mundin e vet të madh në udhëzimin e njerëzve. Dhe keq kuptimi i hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a ditë kur na tsojnë armiq, a do të jemi pak, thotë do të jeni shumë, por si shkuma e detit, kjo nuk e kundërshton teorinë e shfrytëzimit të numrit dhe statistikave për të përfituar të drejtat tona, ashtu sikurse nuk është argument për të mjaftuar nga daveti dhe puna me njerëz. Se fundi fundit, arsimimi dhe edukimi në Islam është një proces që ka fillimin e vet, e mbarim nuk ka. Mbarimi i këtij procesi është vdekja e njeriu. Pra njeriu vazhdimisht përsoset, vazhdimisht rritet, vazhdimisht edukohet në jetën fetare. Dhe për këtë shkak na duhet të punojmë të gjithë që ta shtojmë kualitetin tek muslimanët që janë aktual dhe ta shtojmë gjithashtu edhe kvantitetin dhe sasin që normalisht zoni jon të jetë më i madh edhe deporton edhe më larg. Elusim Allahu xhelal që të na jap bereqet në punët tona, edhe të na jap bereqet në sasin dhe numrin e madh të muslimanëve që janë anë mban botës, e të bëhen të devotshëm, e të sinqert, e adhurues të vërtetë të Allahut, e të përhapin fjalën dhe fenë e tij, e kështu që përhapet e mira, e shpëtojnë njerëzit në jetën e kësaj bote dhe shpëtojnë ditën kur dalin para Allahut Dhul Jalal.
e lusim Allahun e madh që shpërblen secilin njeri për mundin e vet që e jep, për kontributin e tij që e jep, për të përhap këtë fe dhe për të udhëzuar prindërit ton, vëllezërit dhe motrat tona, familjen dhe akrabatët ton, kolegët e ton, të gjithë ata që jemi pranë nesh, dhe që kjo sasi dhe kjo kuantitet të shndrohet edhe një kvalitet i cili do të ndryshon edhe kualitetin e jetës së njerëzve. Shtoja kësaj edhe përfundimin e statistikave edhe në vendin tona, edhe në popullin shqiptar, është një fakt i gëzuar, një fakt që i gëzon besimtarët, që shumica e popullit shqiptar edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni janë musliman. Normalisht tash këtë statistik shumicë muslimane duhet të punojmë për të shndruar në një shumicë të vërtet dhe një shumicë kualitative që normalisht të ndryshon jeta jonë ka e mira më shpejt edhe më lehtë. Elusin Allahun të na kaplon me rahmetin dhe bereqetit e tij dhe të na jap hajër dhe bereqet në dunjë dhe në ahiret. Zoti ju shpëlbojë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.